tham, mbështetja. Dhe gjithmonë nga brenda. Nga brenda. Okej. Kokën poshtë. Koka poshtë. Ja, një moment të të rregullojmë pak edhe kufjen. Dhe shtrije dorë. Dhe jemi këtu. Do të ulemi pak. Do mbështesim. Bravo. Dhe 5 goditje shtrirëse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 goditje. Urdhëro? Okej. Besoj publiku e kuptoi, po Për ta treguar. Shko, me praktik, me demonstrim, ne ja këshillojmë edhe thjesht gjithmonë nënave. Praktik sa më shumë, sepse kjo është e vetmja gjë. Edhe baballarëve. Edhe baballarëve. Pra, kishte 5 godi. Gjithmonë e mban afër, gjithmonë bi pjesën e gjurit. Bravo. Isakt. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 goditjeve, si që kemi, e ka mbajt me pjesën e nofullës në këtë mënyrë, e ka përsërit tek pjesa trungut, kokë dhe qafë, duke kthyer në anën tjetër pa e dëmtuar. Pa e lëvizur në shumë forma në rrezojt e gjitha. Rrezikon ta dëmtojnë bebin nga këto goditje? Se jemi në një aksident, mund të ketë dëmtime të kokës, qafës, edhe çdo gjë të paktën ne, kur të bëjmë këto lëvizjet, normalisht foshnja nuk e mban akoma pjesën e trungut qafës dhe lëvizjet mund të jenë pak nuk komandohen, nuk kontrollohen. Dhe kështu që ne e mbajmë kokë qafë në këtë mënyrë, e kthej përsëri në anën tjetër dhe jam këtu.